Mirë se vini në episodin e 11 të Bahiti Podcast. Një zë, një vajzë, një mundësi. Kështu kam zgjedhur unë ta bëj hyrjen e këtij podcasti. Kam përballë një personazh shumë interesant. Unë e njoh nëpërmjet mamasë së saj, por edhe nëpërmjet rrugtimit që ajo ka bërë në jetë publike në qytetin e Elbasanit dhe jo vetëm. Është koha e brezit të ri. Këto e them gjithmonë dhe do ta them për herë. Kam kënaqësinë që përballë meje të kem kandidaten e një prej partive që sipas saj ofron mundësi, shumë mundësi. Por se sa këto do na e thot vetëm Sara. Sara Zekaj, mirë se erdhe në Bahiti Podcast. Përshëndetje Anisa, unë shumë kënaqësi që jam këtu sot, edhe dhe të përgëzoj në fakt për iniciativën dhe për podcastin tënd, është diçka që Elbasanit i ka munguar. Unë kam ndjekur çdo episod tëndin dhe ka qenë vërtet shumë interesante, por sot besoj se do jetë episodi jot më interesant nga të gjithë. Po, gjithmonë kur ka të rinj, bëhet edhe më interesante biseda, patjetër që po edhe pjesa e energjisë ndërmjet të edhe moderusit është akoma edhe në vibe më të mirë, sepse mendoj që duke qenë më afër edhe me moshën edhe pjesa e botkuptimeve është më e njëjtë. Ne të dyja kemi pasur gjithmonë një energji të mirë me njëra tjetrën, kështu që sot s'ka si tjetër ndryshe. Në fakt falenderoj sepse kjo është një mundësi shumë e mirë që unë të prezantohem përpara qytetarëve të gjithë qarkut të Elbasanit si një kandidate e re dhe ata të kuptojnë edhe të dëgjojnë sepse dhe nëse duan të votojnë këtë kandidate, pra që jam unë. Para se ndalim te politika, unë dua ta fillojmë podcastin ashtu siç të gjithë kanë qejf ta dëgjojnë dhe të kuptojnë. Kush është Sara Zekaj? Sarafina Zekaj. Sarafina apo Serafina? Në fakt është Sara Zekaj. Sarafina është një emër që mua më ka mbetur që nga gjimnazi dhe unë e kam mbajtur ashtu pastaj për rrjetet sociale. Në dokumenta jam Sara Zekaj. Okej, se unë do të pyesja kush ta ka vendosur emrin, por gjithsesi Sara. Unë e quaj them është emri i artit. Kush është Sara Zekaj? Kjo është një pyetje jo e lehtë në fakt. Unë jam mësuar gjithmonë që të flasi puna ime për mua, të flasin të tjerët. Gjithsesi sot dua të tregoj Sarën, pra jo vetëm si kandidate, po Sarën me gjithë ngjyrat e saj, sepse unë kështu e shoh veten një njerëz plot ngjyra, me angazhime nga më të ndryshmet, në fusha nga më të ndryshmet. Unë jam Sara Zekaj, jam 32 vjeç, nga qyteti i Elbasanit, lindur rritur këtu dhe gjithmonë e them me shumë kënaqëri që unë jam gocë Elbasani lale. Elbasanin e dua shumë, megjithatë si gjithë të rinjt edhe unë kam krijuar jetën, e kam ndarë jetën time më saktë si thua mes Elbasanit edhe Tiranës. Mua njerëzit më njohin si një vajzë aktive, sepse tillë kam qenë që në gjimnaz, unë kam qenë senatorja e gjimnazit Daskal Todri, më pas kam qenë edhe presidentja e Parlamentit Rinor të gjithë gjimnazeve të Elbasanit, kështu që angazhimi im ka nisur shumë herët që në ato vite. Unë kam studiuar për drejtësi, kam bërë studimet për bachelor në drejtësi në Universitetin e Tiranës, po ashtu dhe master për të drejtë publike. Megjithatë, gjatë viteve të universitetit, unë e kuptova që unë kisha më shumë një prirje për ato lëndë që ishin ndërkombëtare. Pra, nuk më pëlqente, por nuk e shija veten time të praktikoja ligjin në Shqipëri. Ndaj dhe vitet e mia si studente i kam pasuruar me trajnime, konferenca të ndryshme në Komisionin Evropian, Këshillin e Europës, në selinë e Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, gjithmonë me bursë për tyre. Dhe ato në fakt të gjitha këto trajnime më kanë bërë mua të kuptoj se si një i ri mund të jetë gjithçka se çfarë do ai, pra mund të bëjë gjithçka vërtet nëse e dëshiron. Por gjithashtu më kanë bërë të kuptoj mua se sa më mirë mund të jetë Shqipëria. Dhe në fakt, me gjithë këto eksperienca që unë kam pasur edhe ndërkombëtare, unë sa herë kam ikur aq herë dhe jam rikthyer në Shqipëri, sepse vërtet mendoj se Shqipëria mund bëhet më mirë. Unë kam studiuar edhe jashtë, kam bërë një vit exchange të Erasmus, po ashtu nga Komisioni Evropian, më pas një master të dytë në marrëdhënie ndërkombëtare dhe siguri në Britaninë e Bashkuar, Britaninë e Madhe, me bursë të po nga ky shtet, një bursë prestigjioze që quhet Chevening. Pra të gjitha këto eksperienca, edhe të punës, unë kam vendosur që t'i përmbledh dhe të vit të kandidoj për deputete në qarkun e Elbasanit. Në fakt, nuk është se vjen ti të kandidosh, me sa kam unë informacion se ne duhet marrim dhe informacion para se të kemi të ftuarin.
drejtuesi i partisë që ti ke zgjedhur të kandidosh në logon e tij ka kërkuar Sarën si çdo të ri në çdo qytet të Shqipërisë për ta patur pjesë të tij dhe sigurisht unë mendoj që të rinj si Sara i bëjnë nder çdo logoje partie sepse mendoj që është shumë e rëndësishme që ta vlerësojmë vërtet kohën e brezit të ri jo vetëm me fjalë duke e thënë siç ndodh rëndom, por edhe me vepra duke i dhënë shanse, mundësi për t'i patur në ato listat e para, për t'i patur në pozicione drejtuese dhe për t'i patur nesër përfaqësues. Sara Zeka i foli pak për veten e saj, por unë dua të ndalim çik te familja jote. Ti je vajzë e vetme. Po. E dy prindërve punëtor, të thjesht, dhe maman tënde që ta marrë vesh edhe këta që na ndjekin, unë e kam patur pedagoge dhe ka qenë një ndër pedagogët që kam patur një energji vërtet shumë të mirë, sepse jo vetëm transmetonte atë pjesën e pedagogjisë, por kishte edhe atë ndjesinë e mirë për t'i suportuar gjithmonë studentët e saj. Si është të jesh një vajzë e vetme, rritur në një familje të thjesht, me rrënjë të thella, me shumë vlerë, me shumë tradita, me shumë kulturë brenda, dhe si ka ndikuar kjo në botkuptimin dhe në formimin e Sarës? Ti bërë një përshkrim shumë të mirë të mamit tim. Në fakt ajo nëse ka një model gruajet cilën mua më pyesin ndonjëherë cili është ai modeli, unë nuk kam një politikan apo një person të famshëm, është pikërisht nëna ime, për gjithë forcën edhe entuziazmin që ajo e ka për jetën e saj, e shijon shumë jetën e saj dhe kjo është një nga gjërat më të bukura që unë dua tek ajo. Dhe ashtu siç ti përshkrove pra atë mbështetjen që ajo jep të rinjve, kështu më ka mbështetur dhe mua që kur isha e vogël. Ishte gjithmonë ajo që më shtynte që merr pjesë edhe këtu, shko dhe atje, kështu që unë mendoj se angazhimi im përveç se natyral që mua më vinte natyrshëm, ka qenë sigurisht dhe i nxitur nga mamaja ime. Po ashtu të dy prindit e mi bashkë me babin, gjëja më e rëndësishme që mua më kanë dhënë kanë qenë besimi dhe liria. Dhe kjo më ka bërë mua që të jem një vajzë i pavarur dhe një vajzë që ta zgjidh gjithmonë cila është e mira dhe e keqja, dhe një vajzë pastaj që është munduar gjithmonë të çajë vetë përpara, qoftë në shkollë, qoftë në punë, siç e the ti, unë vi nga një familje normale, të dy prindrit punëtor. Kështu që kjo ka qenë mbështetja e tyre më e madhe, nuk ka qenë në vlera monetare shumë të mëdha apo në miqësi që ato të më jepnin mua gati, unë këto i kam krijuar gjitha vetë, por mbështetja e tyre gjithmonë kanë qenë pranë meje në çdo hap që unë kam hedhur. Njerëzit po ashtu në Elbasan në Elbasan dhe jo vetëm, sepse aktivizimi im ka qenë në gjithë Shqipërinë, më njohin dhe si person që unë nuk jam katapultuar në një pozicion apo një tjetrin, unë i kam gjetur vetë të gjitha shkallët e karrierës, pra sa kam bërë hap pas hapi. Unë vi shumë nga tereni dhe në fakt më pëlqen shumë të jem në terren. E vitet e fundit kam punuar shumë me projekte për të rinj, për fuqizimin e të rinjve, edhe më së shumti projekte që parandalojnë migracionin e parregullt të rinjve në Europë apo në Mbretërinë e Bashkuar. Dhe jam takuar me njerëz të ndryshëm, kam qenë në çdo cep të Shqipërisë, në fshatra, në qytete, pikërisht me këto projekte dhe më kanë bërë mua që ta shoh Shqipërinë real ashtu siç është. Sepse çfarë ndodh Anisa, ne në Tiranë ndonjëherë, sidomos kush është pjesë e shoqërisë civile, jemi brenda një bubble, si të thuash, një fluske të madhe, bëjmë ato trajnimet, bëjmë ato konferencat, ndajmë ide, pse ikin të rinj, pse mos ikin, si t'i ndalojmë. Edhe ndonjëherë janë shumë të bukura dhe janë shumë të vlefshëm, po harrojmë se ç'a ndodh realisht rrotull. Dhe unë kur shkoja pastaj atje ka fshati dhe shifja që fshati nuk ka rrugë edhe nuk ka shkollë dhe kuptoja realisht këto ishin arsyet që i bënin të rinj të largohen. Sara, në gjithë këtë rrugtimin të bukur, sepse një njeri kur flet për rrugtimin e tij, normalisht do t'i duhet shumë kohë e gjatë, se kemi shumë gjëra që mund të them. Një natë dimri që t'i themi të tëra, por në gjithë të rrugtimin tonë të bukur, sa ka besuar dhe sa beson Sara te meritokracia? Ekziston meritokracia në Shqipëri? Si e ke ndjerë ti gjatë rrugtimit tënd? Unë mendoj se ekziston. Është e vështirë, edhe ndonjëherë edhe me shumë kthesa, edhe me shumë pengesa. Megjithatë, unë
dua të marr si shembull veten time, ndoshta duke lënë pak më njëra të modestin, por ideja është që unë siç e thash, mua nuk mi ka ofruar dikush tjetër mundësi, unë ato i kam kërkuar vetë. Edhe shkollimin jashtë, ka qenë pa shpenzimet e prindërve të mia, kanë qenë bursa që unë i kam fituar, edhe mundësitë e punës. Por ndoshta duke qenë se i kam fituar me meritokraci, ka qenë më ngadalë, si thash, shkallë dhe unë jam rritur. Dhe ashtu duhet jetë. Dhe unë ndaj këtë vendim për të kandiduar e marr pikërisht sot në moshën 32 vjeçare, sepse e ndjej vetëm më të përgatitur, edhe personalisht, po dhe profesionalisht, sepse unë mendoj që përfaqësosh njerëzit, qytetarët e tu është një përgjegjësi shumë e madhe dhe duhet kesh një farë kontributi edhe në shoqëri. Duhet kesh kontribut, duhet kesh formim, duhet vish nga diku, në sens se nuk ka nevojë të vish nga një angazhim i gjatë politik, por do thotë që të vish një angazhim i gjatë publik dhe shoqëror që ti ke kontribuar në tërë këto vite, ke një background dhe di pse do shkosh dhe ku do shkosh, sepse unë jam dakord me të gjithë të rinjtë dhe të rejat që duan të jenë pjesë e vendimarrjes, duan të bëjnë pjesë e politikës dhe shumë mirë bëjnë, sepse kemi nevojë për zëra të rinj, por zëra të rinj të cilët më parë njohin veten, kuptojnë veten, dihen se kush janë dhe dihen se në fund ku do shkojnë. Të rinj duhet ta kuptoj që për të qenë pjesë e vendimarrjes apo të bëjmë pjesë e partive politike duhet të jenë nga ata të rinj që atë vendimin ta marrin vetë dhe jo t'ja diktoj dikush tjetër. Dhe unë kur them nga ana personale të jesh përgatitur, e them sepse duhet të jesh realisht shumë i fortë, që atje në parlament pastaj atë kartonin të mos ta ngresh vetëm se ta ka kërkuar kryetari i partisë, por ta ngresh zërin për gjithë nevojat reale të qytetarëve të tu. Dhe besoj se unë këto e kam shprehur edhe tek partia dhe tek kryetaria Gronsheja dhe mendoj se ka qenë një nga arsyet edhe ai pse më ka zgjedhur. Pra, energjia ka qenë e përbashkët. Mua më ka pëlqyer vizioni i tij për Shqipërinë, që në momentin që është krijuar partia e kam parë si një alternativë shumë të mirë të cilën unë mund t'i bashkohesha, dhe pastaj ai ka vlerësuar gjithë backgroundin tim, gjithë angazhimin tim, punën që unë kam bërë. Çka unë të kam sjell 2 dhurata sot, por kjo supozohet ishte e dyta, po ti e the. Kjo është dhuratë, ky është në fakt programi i Partisë Mundësia dhe nuk e di në ta ka sjell njëri tjetër. Do të ishim pak nga tani unë nuk e printova me ngjyra se pushtonte pak, kështu që po duhet kurse po fushato Sara. Shiko, është hera e parë që një kandidat vjen në studion e Bahiti Podcast dhe sjell një program politik. Unë nuk e kam lexuar, të tregoj me sinqert, nuk e kam lexuar programin politik të partisë që ti kandidon, Partia Mundësia, por do ta lexoj, ta premtoj, edhe pastaj do them dhe unë ato opinionet e mia. Me që më kam programin në dorë, Sara, shkurtimisht, dua të më thuash, vërtet ti beson të programet elektorale dhe vërtet duhet qytetarët t'i besojnë një programi elektoral të një partie, në këtë rast Partia Mundësia. Në fakt, sa duhet t'i besojnë, domethënë? Njerëzit, unë takoj njerëz çdo ditë tani prej fushatës. Dhe qytetarët e preferuar janë pikërisht ata që më pyesin, po mirë, cili është programi jot personal ose cili është programi i partisë? Kjo është pika që mua më intereson. Ti çfarë do bësh për këtë? Dhe më pëlqejnë diskutimet që kam me ta edhe kur janë të kundërta apo në krah të kundërta politikisht. Unë besoj realisht tek programi, besoj sepse është një program i bërë me ekspert. Pra ne nuk dalim dhe bëjmë tani garë kush do rrisim më shumë pensionet apo këtë, po e kemi të bazuar vërtet se nga do dalin këto lekë që do rrisin pensionet për shembull, për të moshuarit. Si do bëhet rritja e ekonomisë, pra bizneset ne synojmë për të ulur taksat për bizneset, duke vënë një taksë të shesh 8%, në mënyrë që bizneset kenë mundësinë që të rriten dhe duke u rritur ata prodhojnë më shumë, shesin më shumë, punsojnë më shumë njerëz dhe rrisin pagat e atyre punonjësve që kanë. Kështu që të gjitha këto, duke qenë se edhe Agroni vet është një biznesmen shumë i suksesshëm, të gjitha këto janë bërë me njerëz ekspert të ekonomisë, të mbrojtjes, të sigurisë, të shëndetit. Të gjitha janë planifikuar, nuk janë premtime boshe, por është llogaritur që kaq sa do kursehet këtu, do shkoj për arsimin, do shkoj për shëndetësinë, për politika sociale dhe të gjitha këto. Kështu që unë vërtet i besoj atij programit. Gjatë kohës që je duke u angazhuar tani në fushat, takimet i ke shumë të shpeshta. Cila është një pyetje që ta bëjnë më shpesh të rinjt?
Është një pyetje shumë normale, në fakt që u vjen natyrshëm, po ti çfarë do bësh për neve? Po. Si e re që je. Unë si që thash, unë kam punuar për shumë vitesh tashmë në projekte për fuqizimin e të rinjve, kështu që e kam marrë atë eksperiencën realisht se çfarë duhet bërë për të suportuar të rinjt. Unë të rinjve u premtoj që vetëm që do jem zëri i tyre në parlament, por dua që përveç pjesës ekonomike, çfarë do një njeri është të ketë një jetë cilësore në Shqipëri. Po, e vërtet. Pra, unë shoh një Elbasan kur vetëmi mjet argëtimi për të rinjt është të qëndrosh në kafe apo angazhimi me partitë politike, që absolutisht është shumë i vlefshëm angazhimi me partitë politike, por nuk mund të jetë vetëm një mënyrë angazhimit të rinjve. Unë dua një Elbasan ku sporti të ketë një rol shumë kryesor në jetën e të rinjve. Dua një Elbasan që jeta atyre kulturore, sociale, edhe në shkollë të jetë shumë e gjallë. Dua një Elbasan që mungesën e një kinemaje ta zëvendësojnë me aktivitete të tjera. Dua Elbasan që mungesën e një qendre kulturore ta kenë në shkollat e tyre që e kanë dhe emrin qendra komunitare dhe në fakt në orën 2 kur mbaron mësimi u vije Chelsea dhe të rinjt nuk mund ta shfrytëzojnë. Pra kjo është ajo që u premtoj të rinjve të qytetit. Po ashtu duke përmendur pak edhe nga programi, unë dua që të rinjt janë shumë krijues, unë këtë e kam parë. Unë kam punuar 2 vite me një projekt shumë të madh në Kukës, qarkun Kukës edhe Bashkinë Dibër, dhe atje kam kuptuar se realisht të rinjt janë shumë kreativ. Janë brezat sa vinë përmisohen, them unë. Mjafton të japësh mundësi. Mjafton të japësh mundësi. Dhe unë synoj gjithashtu që të ndihmoj ata edhe në lidhje me sipërmarrjen, pra me financim, me kredi të buta për të ngritur një biznes të tyre. Për t'i lehtësuar ata edhe për blerjen e një shtëpie kur janë në moshën 30 vjeç, sepse ti jemi realist, është shumë vështirë. Unë jam 32 dhe as nuk e di në do e blej ndonjëherë shtëpinë time, sepse më duket shumë e vështirë me gjithë kostot e jetesës. Është e njëjta gjë që kostot e jetesës në Shqipëri janë gati të papërballueshme për të arritur, për të kursyer ti diçka më njanë që nesër të kesh një shtëpi tënde edhe me çmimet stratosferike që kanë shkuar. Dhe ajo që u premtoi e fundit fare është që të ketë meritokraci. Pra, jo çdo kush do të bëhet biznesmen, është me qasje njeriu. Dikush tjetër do të punojë në administrat, dikush tjetër do të punojë edhe në një NGO. Ajo çka unë i premtoj është të ketë meritokraci. Ata do dalin nga shkolla, nga një shkollë me një cilësim arsimor shumë të mirë, të jenë të përgatitur si qytetar aty në shkollë, jo vetëm të kenë mësuar ato librat, po të jenë të përgatitur si qytetar aktiv, dhe më pas të zënë një vend pune të merituar, për të cilin nuk ka nevojë as të mbledhin vota për partinë, pas të paguajnë për këtë vend pune, për të bëjnë një konkurs, siç është në gjithë botën, me CV, me një intervistë dhe të fitojnë vendin e punës. Mua kështu më ka funksionuar gjithmonë edhe vetë, kështu që unë mendoj se kjo është e mundur. Dhe realisht ka kompani, ka institucione që i marrin i punësojnë të rinj me meritokraci, dhe thjesht ne duhet ta bëjmë që të jenë të gjitha. Pra ta bëjmë sa më shumë këtë gjë. Po kjo varet, domethënë kjo duhet filloj edhe nga vetë individi dhe nga vetë të rinj që kërkesën e llogarisë ndaj vetes tyre ta kenë shumë të lartë, edhe sigurisht duke patur shumë të lartë, duke investuar te vetja, kanë edhe mundësinë që të kërkojnë llogari dhe institucioneve apo qoftë edhe të gjitha atyre që drejtojnë vendin për të patur të gjitha ato gjëra që meritojnë. Se ti e përmendë shumë bukur më lart që unë dua që Elbasani të ketë 1, 2, 3, 4, 5 gjëra, të cilat ti i ke parë gjithmonë në mungesë dhe i shef në mungesë dhe mendojnë që tani me aktivizimin tënd në politik, nëse do të jepet mundësia që ti jesh përfaqësuese në parlament, ke mundësi të lëbosh shumë për të patur të gjithë këto gjëra në qytetin e Elbasanit. Në fakt, një mesazh që unë kam për të rinjt është që gjithmonë të kërkojnë, mos të kënaqen me pak. Dhe unë nuk kam pritur as më rregulloj dikush, dhe as të shoh një thirrje të hapur. Unë kam çuar CV në të gjitha ato organizata që unë doja të punoja dhe në fund më doli njëra pastaj. Kështu që gjithmonë kështu e kam parë dhe këtë i këshilloj vetë të rinjve, se ka akoma të rinjt me cilën unë punoj dhe jam e lidhur shumë ngushtë, domethënë që i asistoj si të aplikojnë për trajnime jashtë, tani po i ndihmoj që të aplikojnë për Erasmus, sepse mendoj se është një mundësi shumë fantastike për të rinjt. Dhe këto u them, ju duhet kërkoni vetë, duhet shkoni vetë i tërkisni dyert, sepse gjërat nobody owes you nothing. Pra asnjëri nuk të ka për borxh asnjë gjë në fund të ditës, gjërat duhet i kërkosh vetë.
Sara, unë dua të ndalim e pak tek ti për te politikës. Patjetër që ti tani je tepër angazhuar edhe sigurisht që një nga gjërat kryesore të aktivitetit tënd të përditshëm është politika. Por do të bëjmë një ndërlidhje të dyjave. Në lagjen ku ti jeton, një nga lagjet e qytetit Elbasanit, unë di që poshtë lagjes tënde, me sa mbaj mend, ka një treg, një treg frutaperime. Nuk e di për sa vite, se nuk e kam idenë shumë, por ndoshta prej shumë vitesh. Më thënë, unë jetoj në atë lagje për 22 vitesh edhe e mbaj mend që atëherë nuk tani e di se ta nisa nga këtu dhe do ta nis nga pallati yt, nga lagja jote. Do më thuash pak cili ka qenë impresioni i parë i njerëzve kur e kanë marrë vesh që ti do jesh një kandidate për deputete me Partinë Mundësia, por që do jesh në këto zgjedhje, se mbas edhe nuk interesohen shumë për partinë, në sensin që kur ti kandidon, njerëzit që të duan më tepër janë të interesuar se kandidon ti. Pastaj pyesin që me cilën logo, me cilën parti. Si kanë reaguar? Si ka reaguar familja, komshinët, ata njerëzit e komunitetit tënd aty rreth e përqark? Reagimi ka qenë shumë pozitiv dhe në fakt fushatën sigurisht që e kam nisur nga njerëz e mi dhe nga lagja ime, sepse janë atë njerëzit që më kanë parë të rritem që e vogël. Dhe reagimi pozitiv ka qenë edhe, po ne e dinim që kjo ditë do vinte, po shumë e kishe zgjatur. Sepse unë jetoj në atë komunitet, siç e the, që afër pra poshtë pallatit tim janë të gjithë fermerët që vinë shesin produktet e tyre. Dhe për shumë vitesh janë të njëjtit, po ashtu pak më tutje në fakt është edhe një treg i rrobave të përdorura dhe tani unë kam turp ta them që unë kam bler atje shumë herë dhe i njoh të gjithë ata. Dhe unë kur kam thënë, ka thënë, po ti je goca jonë, sigurisht që ne do të votojmë, se ne të njohim. Kështu që çfarë ndjesie tjetë kjo gjëja? Si ndjet Sara pasi kthen kurrizin, në sensin pasi mbaron takimin me ata njerëz dhe dëgjon këtë fjalë? Çfarë ndjesie? Përveç se është shumë pozitive dhe është diçka, një motivim që unë realisht kam nevojë sepse jam e re në politik, por nga ana tjetër është edhe pak përgjegjësi se them tani, okay, unë kam besimin e kaq shumë njerëz, I really have to do this. Kupton, duhet ta bëj, duhet të zgjidhen sepse shumë njerëz kanë besim tek unë dhe po më shohin, po më ndjekin, po më mbështesin, kështu që i ka të dyja emocionet. Por siç e the ti më përpara, që kjo është hera ime e parë që bëj fushat dhe kjo ka pasur pjesën e vet të mirë dhe më pak të mirë. Më pak të mirë sepse shumë gjëra për mua janë një proces. Unë po mësoj njëkohësisht që po bëj fushat. Por nga ana tjetër, kjo më ka ndihmuar mua që në fushatën time të jem shumë origjinale. Se po të kisha eksperiencë me fushata të tjera, janë ca struktura, ca lloj metoda që ti do t'i ndjekësh sepse kështu je mësuar dhe kështu po bëjnë dhe të tjerët. Ndërkohë nga që nuk e kam të eksperiencë, po e bëj tërësisht sipas mënyrës time. Fushata ime unë dua të jetë shumë frymëzuese. Unë nuk kam kohë që të merrem të shaj njërin parti apo tjetrën, nuk përmend asnjë kandidat absolutisht, sidomos të rinj një herë që unë i vlerësoj shumë të gjithë për guximin edhe për iniciativën që kanë marrë të kandidojnë, edhe sa më shumë të rinj edhe sa më shumë vajza dhe gra në politikë. Kështu që unë kam vendosur që fushata ime të jetë shumë pozitive dhe frymëzuese. Sara, do të bëj një pyetje që jam bindur e kanë kuriozitet të gjithë. Normalisht fushata elektorale përveç se impenjimit fizik kërkon edhe impenjim shumë nga ana financiare. Domethënë duhet të kesh një financë të mirë për të bërë një fushatë të mirë. Ti the që unë dua të bëj një fushatë frymëzuese, modeste në mënyrën tënde. Si funksionojnë kjo pjesa e financave te partia juaj, domethënë më thuaj çik se ideja është njerëzit thonë, ok, Sara është një vajzë, një familje e thjeshtë, ka studiuar, ka këtë backgroundin, por si po e bën Sara fushatën e saj elektorale? Partia Mundësia ka deklaruar që vetë financohet. Po, është vetëm një parti në fakt që vetë financohet, për shkak edhe se është e re dhe nuk mund të merrte para nga KQZ-ja, por edhe sepse ashtu e realisht e kemi vendosur. Shumica gjithë kolegët e mi që janë kandidat, shumica janë si përmarrës të rinj, kështu që është një bashkëpunim të dyve, edhe nga ana personale, po edhe nga ana partisë. Sigurisht që suporti më të madh e kemi nga partia për financat. Një pjesë është kontributi im, sigurisht.
Dhe një pjesë tjetër pastaj është nga mbështetësit e mi, nga familja ime e madhe. Unë hapa një llogari bankare të re, sepse ashtu duhet për fushatë dhe tani ja çova xhaxhait, kushërirës, sidomos ata që kam jashtë në Greqi, në Itali, shoqërisë, tash tani ky është momenti juaj të tregoni mbështetjen dhe edhe miq po ashtu që kanë treguar mbështetjen e tyre në forma të ndryshme, domethënë duke ma bërë mua më të lehtë. Po siç e thash, nga që dua ta mbaj origjinale, unë nuk kam nevojë për një makinë politike që të më vi mua mbrapa dhe të më bëj foto që të jenë profesionale dhe shumë të kuruara. Unë po e bëj të gjithën me rrjetet e mia sociale dhe mendoj se ajo është mënyra më e mirë dhe për të shkuar tek të rinjt. Kështu që ata të më ndjekin, të shohin se cili është puna ime dhe duke zvogluar dhe disa kosto vetes, pak këtu, pak atje, për ta bërë një fushatë. Se kjo është një pyetje që vjen nga publiku dhe një kuriozitet shumë i madh që njerëzit e kanë. Unë këtë e them dhe nga eksperjenca ime shumë vjeçare, por një pyetje e parë që njerëzit i vjen në mendje kur ti kandidon, thonë ku i gjen parat, domethënë pyetje tipike, ku i gjen parat këta që bëjnë fushata. Në fakt kjo ka qenë një nga arsyet. Prandaj të pyeta, duke qenë se vetë kryetari i partisë tënde ka deklaruar që ne jemi parti që vetë financohemi, dihet që është një biznesmen karriere këtu e shumë vite. Kështu që unë mendoj që sot duke patur teknologjinë afër dhe duke patur social media ke mundësinë edhe të vetë reklamohesh në mënyrën më të mirë të dur, sigurisht ke nevojë për suport të shtesë, por që mendoj ndonjëherë që gjërat e thjeshta me pak zhurmë, jo me shumë zhurmë, edhe me pak drita, po me shumë vezullim nga ana tjetër, bëjnë më shumë sens se sa këto gjërat të cilat duket që janë të stisura. Një gjë që unë e kisha shumë të rëndësishme kur hyra të kandidoj, thash tani unë nuk do bëhem me kandidatja tipike që merr gjithçka që ka në Instagram e fshin, fut një foto me xhaket, me duart kështu dhe opa let ja nisim. Jo, njerëzit duhet më njohin ashtu siç jam, kështu që Instagramin tim, rrjetet mia sociale janë të gjithë gjërat siç kanë qenë më parë, gjithë angazhimi im, gjithë puna ime, gjithë udhëtimet e mia, dhe kështu edhe po e vazhdoj, shumë thjesht edhe sipas mënyrës time. Dhe më besoj që njerëzit arrin ta kuptojnë Anisa, arrin ta kuptojnë dhe sinqeritetin dhe të gjitha, kështu që nuk mund, shiko, duket nganjëherë personat të cilët përfshihen politik ose duan të jenë pjesë e jetës publike dhe të angazhuar, shpesh herë mendojnë se po e bëjnë këtë gjë dhe po ja hedhin njerëzve. Nëse ka një gjë që nuk e bën dot, është ja hedhësh njerëzve, sepse e para një herë ti shkon para me të shkuarën tënde dhe ti e merr me vete të gjithë gjën tënde deri në pikën ku ti do të shkosh. Prandaj është shumë e rëndësishme që të mbetemi siç jemi dhe nëse mendoj që nëse ka një gjë që shkon bukur në çdo dimension të jetës tonë është kur ne jemi origjinal dhe kur ne jemi vetja jonë. Dhe unë mendoj që duke të njohur ty, duke njohur familjen tënde, ti do shkosh atje ku ti do dhe do mbresh sigurisht me votbesimin e njerëzve, kështu siç ti je, si Sara, siç njerëzit të njohin, sepse për ndryshe nuk do kesh mbështetjen që ti do. Të paktën në perceptimin tim kështu. Në fakt unë nuk di të bëj ndryshe, gjithmonë kam qenë shumë vetvetja, kështu më kanë pritur dhe njerëzit, kështu më kanë dashur dhe njerëzit gjithmonë dhe kështu do të vazhdoj. Dhe me që ra fjala, unë të kam sjell një dhuratë. Prap, domethënë, sa po më emocionon pas programit, nuk e di domethënë. Dhe i kam bërë dhe një dhuratë vete, sepse siç e thash, njerëzit duan që të më shohin mua me gjithë ngjyrat e mia. Tani, që ta lidhim pak kontekstin, para se ta tregoj dhuratën, është sekret. Tani, unë kur kam një event, diçka të rëndësishme në jetën time, kam mbajtur gjithmonë diçka që unë të më kujtoj se nga vi. Për shembull, kur unë jam diplomuar në Angli, që ka qenë një moment shumë emocionues për mua dhe familjen time, unë në uniformën time kam pasur edhe një brez popullor të punuar nga artizanet, dhe ishte aty lindi fiks ideja që unë kudo që të shkoj të kujtoj se nga vi dhe se nga rënjet e mia. Dhe më pas kjo gjë u bë dhe si një gjë ime që më thënë si një simbol, le ta themi, që duhet ta mbaje, që fillova ta praktikoj sepse më duke edhe shumë interesante dhe më duke edhe origjinale. Para një viti gjysmë kam fituar edhe 2 çmime në fakt nga Agjencia Kombëtare e Turizmit,
sepse unë jam angazhuar shumë edhe për promovimin e turizmit, sidomos të zonës Verilindjes, Qarkut Kukës dhe Dibër. Dhe kam fituar kur tyni te Instagrami i Sarës, do shihni që Sara ka vizituar pothuajse çdo cep të Shqipërisë dhe ka promovuar atë në mënyrën më të mirë të mundshme. Anisa, për kuriozitet, unë para 2 muajsh kam qenë në Burrel dhe i llogarita të gjitha dhe Burreli ishte bashkia e 50 që unë kam vizituar dhe më ka ngelur vetëm Rësheni. Kështu që pas zgjedhjeve unë do shkoj në Rëshen, ndoshta shkoj edhe me mandat deputeteje, shpresoj. Shpresojmë dhe ta urojmë shumë që. Faleminderit, po që do shkoj, kështu që unë realisht Shqipërinë e kam shutitur cep më cep, nga Vermoshi deri në Konispol, nga lindja në Perëndim, edhe sepse realisht e dua. Dhe unë kur shkoj në parlament, siç e kam thënë në fjalimet e mia politike, unë vërtet jam gocë Elbasani, po ndihem jam gocë e Shqipërisë, kështu që në premtimin im është që do shkoj në parlament për gjithë Shqipërinë, për mbrojtur interesat e gjithë qytetarëve. Do të ndërpres e di pse, duke të dëgjuar ty gjithë kohën, 2 gjëra më mbesin në mendje dhe janë shumë interesante. Pse? Mënyra se si ti komunikon tani me publikun, e para je vendosur që ti do bësh deputete dhe ti thua kur unë të shkoj në parlament, dhe ti e ke ndarë po e kam ndarë mendjen. Më vjen shumë natyrshëm kjo, po dhe kjo është shumë gjë e bukur dhe një tjetër që gjithmonë e bëj sepse diçka kanë politikanët të tyre, politikanët premtojnë dhe thonë gjithmonë unë premtoj. Por ti tashmë e ke vënë veten në atë pozicion që ti je zgjedhur tashmë, je bërë deputete dhe premtimet e tua nuk janë më nga ato premtimet boshe elektorale, po janë premtime prej vërtete. Kështu që mbaje këtë gjë gjithmonë, sepse ndonjëherë thuhet që kur njeriu e manifeston shumë ato që do, edhe realizohet. Po. Unë I besoj shumë energjisë së universit. Tani, siç u thash, unë nga që jam angazhuar shumë për promovimin e turizmit, po ashtu kam punuar shumë afër dhe me gratë artizane, si mënyrë për të mbështetur dhe gratë. Dhe në lagjen time është një artizane shumë e mirë, dhe unë atje kam blerë të dhuratë për ty, që gjithmonë të kujtojmë se nga vim. Kjo është, nuk e di tani se termi është kapele, po është e kostumit të Elbasanit. E kostumin tradicional të Elbasanit. Sa e bukur, o Sara, po me tërë këto flokë që kam unë, kjo nuk ka shanse. Shiko, se unë e studiova pak. Unë po kështu, thjesa për momentin. Vetëm kështu. Unë I kam marrë te kaficat, kam ardhur përgatitur, po ti mund ta mbash vetëm për pak. Jo, unë do ta mbaj kështu afër vete, sepse edhe më shkoka sot me këto ngjyrat. Dhe kjo është vërtet shumë e talentuar, dhe ky është një elek I punuar. Unë e kam zgjedhur, nuk është I Elbasanit në fakt, unë e kam zgjedhur sepse më pëlqejnë shumë motivet popullore që ai ka, janë diçka e punuar me dorë. Dhe në fakt në gjitha kostumet shqiptare mund të gjejmë motive shumë të lashta, që nga kurrë shqiptarët ishin pagan, të cilat janë ruajtur bes pas besi dhe pasqyrohen dhe në kostumet tona. Tani e plotësove portretin tënd. Tani dukesh edhe më bukur. Tash po shihni ngjyrat e tjera të Sarës. Tani dukesh shumë bukur vërtet. Këtë jelek e kam jo vetëm këtë jelek, po të ndryshëm I kam veshur siç thash në çdo evente të rëndësishme të ditës time dhe sot unë Bahiti Podcast e vlerësoj shumë. Faleminderit. Si një event me vërtet shumë të rëndësishëm, sepse më jep mundësinë mua që qytetarët të më njohin përpara se të më votojnë. Sara duke shumë bukur, e parë njerë komplimenta shumë zonjës Duar Art që ka bërë këto punime fantastike, edhe me që jemi këtu dua t'i bëj një thirrje të gjithë njerëzve që drejtohen më shumë drejt blerjes punëve edhe produkteve Made in Albania, sepse kemi shumë gra artizane të zonjat, shumë të talentuare që bëjnë këto punime fantastike, besoj jo vetëm te pjesa e kostumeve popullore, por edhe te shumë gjëra të tjera që ne I përdorim edhe në punojnë me tezja, bëjnë gjyma, bëjnë tapete, gjithçka ka punime të tjera të bëra me dorë. Dhe unë fakt për shumë vitesh unë gjithmonë duroj shqip. Pra unë I bëj vetë ato pakot, ku përfshi për shumë shafran nga zona e Belshit, kur është koha ballakumeve që ballakume, pak mjalë që e marrë për shumë nga Tropoja, ose Boronica, nga Kuksi, ose vajin e Valmit, që është madje dhe tregues gjeografik
nga Elbasani, kështu që mundohem gjithmonë të përfshi element tradicional dhe mendoj se është dhurata më e bukur. Njerëzit sot i kanë të gjitha, por kur u vjen një copës shtëpie, sidomos kur jetojnë jashtë shtetit, është më vërtet shumë e bukur. Shumë ide e bukur. Sara, tani e plotësove portretin tënd, edhe unë kam një kërkesë për ty. Nëse ti zgjidhesh deputeti ardhshme e Kuvendit, dua që veshjen tënde të parë, përveç kostumit që ta ke zyrtar, kur tulesh aty, të marrësh një detaj nga këta që ti merr gjithmonë. Ose jelekun, se të shkon shumë, ose nuk e di çfarë. Ose kapele. Unë mendoj që do jesh shumë e veçantë në llojin tënd, siç ti je gjithmonë, por është një gjë që ty do të ndjekë gjithmonë, besoj. Unë e kam menduar dhe këtë, nga që siç e the ti e kam ndarë mendjen që do shkoj në parlament dhe kam thënë ajo dita e parë e do bëhet betimit. deputete, kështu që nuk ka dyshime për këtë gjë. Kur unë do betohem para Kushtetutës së Shqipërisë me himnin kombëtar, unë patjetër që do kem diçka që të tregoj se nga vi dhe që më përfaqëson. Sara, shumë bukur. Unë falenderoj vërtet shumë për dhuratën, është shumë simbolike dhe bukur. Është hera e parë që më sjellin dhuratë në studio. Okej. Është para herë. Kam shumë qejf të bëj dhurata. Edhe prandaj e vlerësoj. Zakonisht unë jam njëri që bëj shumë dhurata, por kur marr emocionohem shumë nga që s'marr shpesh edhe si si duket. Unë studiova mirë dhe mendoj se të shkon edhe me ngjyrat, edhe me detajet, edhe të isha të shoh tani ta veshësh në ndonjë event edhe ti. Jo, kur të mbaroj emisionin, ne do ta vendosim edhe do bëj një foto që ta kem edhe unë si ta kemi kujtim. Patjetër. Sara, kthehemi prapë sërish tek ti, te Sara, te rrugtimi dhe tek politika. Dua të më thuash në lidhje me gjithë të gjën e re që ti po bën edhe po kalon. Sa e rëndësishme është për Sarën të ketë mbështetjen e kryetarit të partisë që aderon dhe të ketë besimin e tij për të bërë gjërat që Sara do. E them këtë sepse ndodh që kur ti futesh brenda në politik, nuk je më ajo që ti do dhe vetja jote dhe natyrisht do ndjekësh një linjë të caktuar që do kryetari në kryetari etj. Sara si do jetë? Do jetë gjithmonë kështu energjike, e pandalur, me atë mundjen e vet që do t'i thotë dhe do t'i mendoj gjërat ashtu siç ajo do, apo Sara do bëhet si ata të shumt politikanë që thonë dhe flasin të njëjtën gjuhë si kryetari i partisë. Nëse unë doja të bëja atë, do kisha zgjedhur ndoshta një parti tjetër, një nga dy partitë e mëdha në Shqipëri, sepse do ishte shumë më e lehtë dhe e kemi parë si që. Unë kam zgjedhur pikërisht Partinë Mundësia sepse mendoj se Partia Mundësia është ndryshimi i vërtet që do i vi shqiptarëve, jo vetëm një rotacion, por një ndryshim i vërtet, por edhe mënyrën e të bëjë politik. Unë e vlerësoj shumë kryetarin, po vlerësoj gjithë skuadrën që ai ka krijuar dhe ka qenë dhe një nga arsyet pse unë jam afruar. Pra janë të gjithë të rinj, profesionistë, të studiuar jashtë ose jo, me bizneset e tyre ose jo, dhe një skuadër fantastike. Ne mbështesim shumë njëri tjetrin dhe kjo është gjëja më e bukur, edhe gjatë fushatës vizitojmë njëri tjetrin, ndajmë kontakte të mbështetësve, të votuesve. Dhe kjo është fryma e përgjithshme e grupit. Në lidhje me të shkuarit, pastaj kur unë të jem në parlament, sërish, e kemi vendosur. Sigurisht që do ketë shumë kompromise për të bërë. Në kuptimin që ne do mbajmë një linjë, pra partia është një parti e djathtë e qendrës, edhe sigurisht që do përmbahemi dhe programit politik, por unë nuk bëj dot politik pa qenë. Dhe absolutisht që do ketë raste kur do jem edhe kundra. Pra do votoj edhe kundër për shembull kryetarit apo pjesës tjetër të grupit për gjëra që unë vërtet i besoj. Sepse unë besoj shumë tek komunitetet. Jam njëri pak social dhe ndoshta kjo pjesa është pak më larg tek partitë e djathta, sepse ne këtu në Shqipëri në fakt nuk është shumë e qartë e marrëta me djathtën si filozofi politike. Dhe unë qëndroj pak në mes, pra kam edhe aspektet të së majtës, po edhe aspektet të së djathtës. Pra
I dua shumë komunitetet dhe mendoj për to, po nga ana tjetër e shoh edhe individin si një njerëz të lirë. Individi ka shumë rëndësi për mua dhe aftësia e tij krijuese që lidhet kjo me sipërmarrjen, pastaj dhe me rritjen e ekonomisë. Kështu që unë i përqafoj të dyja këto ide dhe mendoj se kështu do vazhdoj edhe në parlament. Ti sapo the që përmend partitë e tjera politike, pyetja ime është çfarë ka partia mundësia, çfarë të reje sjell partia mundësia që nuk e kanë partitë e tjera që aderojnë prej vitesh në Shqipëri? Si fillim, për ne shumë e lehtë të bëjmë fushat sepse ne jemi të rinj dhe nuk jemi të përlyer as në korrupsion, dhe as në afera korruptive. Agroni po ashtu, kryetari ka qenë gjithmonë një zë shumë aktiv në parlament dhe mandatet që ka pasur dhe ka nxjerrë shumë, ka hedhur dritë mbi shumë afera korruptive. Po mendoj se pikërisht kjo përgatitje që ne kemi si një skuadër të rinj me vizione të reja është ndryshimi që është gjëja kryesore e Partisë Mundësirë dhe është pra asaj do vi dhe ndryshimi. Dhe sigurisht edhe do vi duke u rritur, duke u përmirësuar edhe duke krijuar edhe mundësi të reja. Dua të kthehem prapë te familja jote, e di pse. Ndoshta ti nuk do doje ta kujtoje ose ta prekje si gjë, por unë do të ngacmoj pak sepse e di Sarën edhe bot kuptimin e saj, e di Sarën dhe formimin e saj dhe kulturën e saj. Sara, ti sot je mbuluar, por nuk e di në krahun tënd të majt apo të djathtë ti ke një tatuazh këtu. Nëse mund ta tregoj. Ti ke një tatuazh. Se duket është emri motrës, Joana. Sepse ne tham që Sara është një vajzë vetme, por unë dua që ti mes krenarisë, dashurisë dhe gjitha asaj forcës tënde që ke, të tregosh pak për motrën tënde që e mban të gdhëndur gjithmonë. Tani do më bësh që unë të prekem. Sara, ne kemi nevojë shumë të njohim Sarën në të gjitha dimensionet, sepse Sara në politik do ta njohim dhe do t'i kërkojmë llogari ditën kur ti do betohesh para kushtetutës dhe ditën kur ti do na përfaqësosh në parlament. Por Sarën kështu, në rrëfime për vërteti, jam shumë e bindur që do duan ta dëgjojnë edhe ta njohin të gjithë. Unë kam pasur një fëmijëri shumë të mirë në fakt, shumë të bukur edhe jam shumë e lumtur për këtë. Me ato gjërat që kishim, me mënyrën se si ishim, po, unë kam pasur një motër që quhet Joana. Joana ka lindur me një sëmundje, një lloj sëmundje të epilepsisë, me gjuhën popullore ne e quajmë sëmundja e tokës, dhe sëmundja ishte në atë grad që Joana gjatë gjithë jetës vet ka qenë si një bebe e madhe, e cila nuk fliste, nuk ecste dhe ka dashur për kushtimin ton të 100% të vazhdueshëm të gjithë familjes, të mamit, timin, të gjyshit. Unë kam jetuar me gjyshit, me nënën dhe gjyshin, edhe prandaj them që dhe fëmëria më është bërë shumë e bukur. Dhe Joana ka qenë si një Unë ka qenë si ajo, ne kur ishim të lodhur, të stresuar, ktheheshim në shtëpi, Mira unë i thosha dudushi, Mira dudushi në krah dhe mua mikte gjithë stresi, pra ishte kënaqësia jon, asnjëherë nuk ka qenë barë për ne, por ka qenë kënaqësia jon më e madhe. Dhe unë kam vendosur ta gdhend emrin e saj këtu afër zemrës. Për ta pasur afër zemrës, po edhe e ke parasysh atë siklin e Spider-Manit që ai hap këmishën edhe ka gjithë forcën aty brenda. Gjithë forcën aty brenda unë e kam këtu, ndaj edhe kam vendosur ta bëj këtu. Mua më ka marrë malli për motrën time shumë, po më ka marrë malli shumë edhe për gjyshin tim. Gjyshi ka qenë njëri shumë babaxhan dhe unë mendoj që pavarësisht se i kam gjatë shumë mamit, shumë aspekte të mënyrës se si unë flas me njerëzit, karakterit tim i kam nga gjyshi. Gjyshi im u fliste të gjithëve, i respektonte të gjithë e donin. Mbaj mend për shembull kur ishim të vegjël që dhe kalonim tuke Sahati, mbaj mend një episod, unë isha përdorur me gjyshin dhe gjyshi përshëndet një tjetër. Dhe unë i thash, "O gjysh, po ti gjithë njerëzit e njeh?" "Jo," tha gjyshi, "po pse mos i përshëndesim njerëzit, ditë e mirë, ditë si je." Dhe mua më ka mbetur domethënë në mendjen time që e vogël ajo dhe kështu jam munduar pastaj që edhe ta kem gjatë jetës time. Dhe unë gjithmonë kudo që shkoj me një buzëqeshje dhe mendoj që në çdo ambient që kam shkuar kjo e ka tensionuar pak situatën edhe njerëzit më kanë pritur më mirë sepse u kam shkuar me një buzëqeshje.
Kjo ka qenë familja ime, kam pasur dhe gjyshen, edhe gjyshja po ashtu ka qenë e paralizuar, kështu që një familje me halle, do më thënë realisht si një përqindje e madhe familjeve shqiptare. Unë të kërkova mirëkuptimin tënd kur e nisa si bisedë dhe mora miratimin nga sytë e tu, sepse duhet kuptojmë që 90% e familjeve shqiptare ndajnë të njëjtat halle, janë në të njëjtat problematika. Dikush diku e ka patur ose ka një person i cili në gjuhën e përgjithshme quhet hajde se ndodhi ky halli i madh dhe kam si bar, po ti e the shumë bukur. Joana ka qenë për ju burim frymëzimi dhe personi që ju të shtensiononte gjithë lodhjen e ditës. E tani është angjëllia mbrojtës. Dhe besoj kështu duhet jetë dhe kështu është për shumë familje shqiptare që ndajnë të njëjtat problematika, ndajnë të njëjtat halle dhe kanë pesha në zemrën e tyre, të cilat jo vetëm që nuk i shfaqin edhe nuk ja tregojnë të tjerëve, por është ajo që the ti, gjithmonë kudo që shkojnë, veshin atë buzëqeshjen për t'i treguar njerëzve që gjithmonë ka shpresë, që jeta vazhdon, është e bukur dhe energjia që ne japim është energjia që ne marrim. Dhe unë prandaj doja shumë që këtë rrëfimin e bukur ti ta ndaje, siç ndave me gjithë dëgjuesit tanë, që ata të dinë dhe të kuptojnë se cila është vajza që do t'i përfaqësoj, kush janë rrënjët e saj. Ajo është si gjithë ata, ndan të njëjtat problematika, të njëjtat shqetësime, vrapon nga mëngjesi deri në darkë, për të marrë ato që meriton, për ta bërë jetën më të mirë, kontribon për familjen e saj, mundohet t'ia shpërblej prindërve të gjithë sakrificën dhe mundin për gjatë gjithë viteve, dhe në fund t'jetë krenari e vetes dhe krenari e familjes dhe gjithëve atyre që e rrethojnë. Nisa, unë prindërit e mi, unë si që thash kam pas një fëmëri shumë bukur se me gjithë të gjëra që ne kishim në familje, unë nuk e kam ndjerë, të më thënë, si pesh. Unë e kam mësuar përgjithsinë shumë e vogël, pra unë isha fëmijë dhe ndërkohë që kur mami ishte tuni i tretë, unë duhet kujdesesha edhe për motrën time gjithë natën. Ajo kishte orarin e vet të ilaçeve, të ushqimit, po ashtu duhet kujdesesha edhe për gjyshen, pavarësisht se gjyshi ishte një ndihmës shumë e madhe për gjithë në familje dhe gjithë bënin pjesën tonë që për mbarvajtjen e shtëpisë dhe të familjes. Pra, e kam mësuar përgjithsinë shumë herët, po nga ana tjetër nuk e kam ndjerë asnjëherë si pesh, sepse prindërit e mi më kanë dhënë gjithçka që ato kanë ditur më mirë dhe kanë mundur, gjithmonë më kanë shtyrë për të ecur përpara, nuk ka munguar unë asnjë aktivitet të shkollës apo ekskursione, edhe kur kishim lek, edhe kur s'kishim lek, domethënë mundoheshin të gjenin gjitha mënyrat që unë mos më mungonte asnjë gjë, edhe unë jam do qaj prap tani. Jam për emocionet e bukur që zbukurojnë dhe e përmbushin gjithë figurën tonë, kështu që është bukur edhe kur shprejmë atë që ndjejmë, edhe kur qajmë, edhe kur jemi kaq të vërtetë sa ti je. Unë vërtet po e shijoj gjithë bisedën tonë. Edhe unë, shumë e lirshme dhe faleminderit që po e bën kaq të lirshme. Po sepse kështu duhet të jetë, Sara, sepse dua që vërtet kur njerëzit të dëgjojnë një pjesë tënde, secili të marrë një copës tënde që e njeh më mirë. Por edhe ata që nuk të njohin nëpërmjet Bahiti podcast. Tani do t'i fshim pak lotët. Mund të shtojë diçka tjetër. Mua sigurisht kjo pjesa e historisë së familjes më ka bërë shumë empatike. Dhe unë takoj njerëz të shumë tani, gjithmonë se unë Elbasanin e kam shëtitur para fushatës, të 7 bashkit, fshatrat, për turizëm, për takuar të afërm, po tani akoma dhe më shumë dhe është ajo shpreha që kur dëgjoj hallet e tua harroj të mijat. Pra me vërtet ka shumë probleme dhe ka shumë gjëra që në Shqipëri duan rregulluar dhe unë dua shumë që të punoj fort që unë nuk mund të zgjidh hallet e të gjithëve, Nisa. Absolutisht. Askush nuk e zgjidh dot hallet. Nuk kam një shkop magjik, do doja shumë ta kisha, e nuk e premtoj dot. Por dua shumë që të punoj që Shqipëria vërtet të bëhet më mirë dhe për njerëzit të bëhet më mirë dhe më e lehtë dhe më e bukur jeta.
Sara, ti ke dhënë gjatë gjithë kohës mesazhe shumë bukura, edhe unë jam e bitur që ky është një nga episodet të cilën të gjithë ata kur do ta dëgjojnë do gjejnë një pjesë vetes tyre aty brenda. Një student, një që është në kërkim të punës, një tjetër që është duke rendur pas karrierës, pas suksesit, pas angazhimeve të tjera, një tjetër që ndati një njëjtin hall si Sara, si gjithë ne, këto hallet të cilat na përkasin. Që na bëjnë njerëz në fund të ditës. Në fund të ditës, po, kjo është e rëndësishme. Thash do të fshim pak lotës se kur të flasim për politikë, vërtet njeriu ka nevojë të ketë empati brenda tij, po politika kërkon edhe ftohtësi, edhe të jesh racionale, edhe të jesh e vendosur, edhe ndonjëherë të aish pak atë empatin nga vetja, sepse ca vendime kërkojnë edhe logjik të ftohtë për t'i bërë. Në partinë mundësia që ti e zgjedhur për të qenë e para në listë, por sa e lehtë është kjo përballë një armate, po e quaj armat, të njerëzve që kanë 30 vite, mos më shumë në pushtet. Si e ke ndjerë ti, sa penges ka, si të duket? A është e mundur, a do mbrihet kjo gjëja që gjithë e duan, por që po ta studiojmë pak thellësisht dhe të jemi real, është një gjë që ka shumë pengesa? është shumë e vështirë, por nuk është e pamundur. Domethënë, unë aq sa jam optimiste dhe në mundjen time e ka ndarë, aq nga ana tjetër jam edhe me këmbë në tokë, realiste dhe shoh për ditë, domethënë. Por ajo që mua më bën të jem optimiste është vërtet kjo që unë takoj njerëzit. Dhe njerëzit, se unë bëj biseda gjata vetëm, nuk i shoh vetëm si vot apo si elektorat, i shoh me vërtet si biseda me njerëz, biseda reale. Dhe njerëzit se do partije i përkasin, më thënë pavarësisht se ku punojnë, se ne kemi dim tani këtë pjesën e administratës, e gjithë presionet, e gjojmë të gjithë, pavarësisht se ku punojnë, njerëzit janë të lodhur dhe të zhgënjur nga politika aktuale. Dhe njerëzit e duan vërtet ndryshimin. Dhe unë mendoj, Anisa, unë kam besim të shqiptarët. Dhe më thonë, pavarësisht se ndonjëherë mërzite me thema, ne qa popull jemi, pse jemi kështu, pse bëjmë ashtu, unë realisht kam besim të qytetarët, të shqiptarët, që ta kuptojnë fuqinë që ato kanë në 11 maj, të kuptojnë vlerën e votës së tyre dhe ta japin si njerëz të lirë. Që brenda vetes tyre, pavarësisht çdo interesi që është, të mendojnë për të mirën e përgjithshme. Edhe ndoshta nuk e di se sa do jenë në numër, po unë kam besim që ka akoma nga ata shqiptar që do ta bëjnë këtë. Dhe për ta mbyllur në fund, dua që Sara të më japi 2 mesazhe. E para, ja kam kërkuar gjithë të rinjve që kam patur përballë në episodet podcastit. E para, një mesazh që ti do t'ja japësh të rinjve të qytetit të Elbasanit, të qarkut të Elbasanit, sepse ato janë votuesit e tu, por edhe të rinjve në gjithë Shqipërinë që do të dëgjojnë, dhe një mesazh gjithë qytetarëve, dhe pse duhet besojnë tek ti dhe te Partia Mundësia. Për të rinë, në fakt, është një miksim mesazhesh, sepse unë ajo që kërkoj për tyre, ose që u këshilloj, është që gjithmonë të kërkojnë shumë nga vetja, të jenë të drejtë, këtë e ndajtë gjithmonë si mesazh edhe me të rinë që punoj, dhe të jenë vetja. Se vetëm duke qenë vetja, ti do arrish të bësh mirë gjithçka në jetë. Në pjesën e qytetarëve, kjo është ajo që unë kam besim, i them të gjithë njerëzit kam besim që ju jeni qytetarë të lirë, shqiptarët janë njerëz të lirë, kanë luftuar shumë për lirinë e tyre, ndryshe nuk do ishim këtu sot, dhe është momenti që ne ta tregojmë qytetarinë tonë dhe të votojmë për një ndryshim të madh. Pse Sarën dhe Partia Mundësia? Sarën sepse është goca e Elbasanit, është goca juaj, edhe është një vajzë që jo vetëm flet, por dhe vepron. Është partia e ndryshimit të madh që i duhet Shqipërisë dhe politikës shqiptare, dhe partia e njerëzve që duan të punojnë për një Shqipëri më të mirë. Unë kur e nisa me një fjali me cilën dua sërish ta mbyll, një vajzë, një zë, një mundësi, ashtu je ti, me të gjithë ngjyrat e tua të bukura, me gjithë qetësinë tënde, me gjithë mençurinë tënde. Unë të uroj shumë suksese në këtë rrugtimin tënd, të kesh gjithmonë forcë për të përballuar të gjithë gjërat edhe sfidat që do t'i kesh përpara, edhe pse jo, jam shumë pro
zërave të rinj dhe jam shumë pro që Sara të na përfaqësojë në parlament dhe shpresoj që qytetarët të votojnë masivisht edhe të kesh mbështetjen e tyre reale për te fjalëve. Faleminderit që ishe në Bahiti podcast dhe faleminderit për gjithë këtë energjinë e mirë që solle dhe për këto dhuratat e bukura të cilat do mbeten gjithmonë. Unë të falenderoj se ne jemi takuar edhe më përpara bashk përveç podcastit dhe energjisë të mirë sot. Falenderoj shumë edhe për gjithë këshillat që më ke dhënë, sepse ti e ke kaluar të eksperiencë përpara dhe di zot thotë ti je një vajzë e re në politik. Kështu të falenderoj shumë për të gjitha ato dhe për energjinë e mirë sot edhe keep going with the good work dhe punën e mirë, sepse Elbasani ka nevojë për gjëra të reja. Faleminderit gjithëve dhe ju që na ndoqët dhe shihemi në episodin e ardhshëm. Atëherë, mirupafshim. Pafshim.